Partia Demokratike zhvilloi protestën e 7 kombëtare në Tiranë duke mobilizuar mbështetësit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Tubimi që zgjati për gati 3 orë shënoi disa incidente me disa deputet të Partisë Demokratike të lënduar nga gazi lotësiellës. Sali Berisha e cilësoi reagimin e policisë si jo proporcional dhe akteve të demokratëve, duke nënvizuar se kryengritja paqësore e tyre nuk ndalet. Luciano Borçi është në spital me djegje. Flamur Noka përsëri psoi goditje, por vazhdon detyrën. Klevis Balliu në spital. Në spital janë drejtues të tjerë, Aulon Kalaja, gazetari Aulon Kalaja, i goditur personalisht, edhe një hakmarrje për qëllimet e tij ndaj regjimit. Drejtues dhe vërtetar tjerë të Partisë Demokratike janë të plagosur. Sot Sokol Balluku ka përdor bombat kundër protestuesve, granatat e zhurmës quhen, dhe që kanë plagosur disa prej tyre. Kanë hedhur shishe molotov dhe kanë plagosur edhe protestues, por dhe policë, sepse u duheshin si dëshmitar të gjoja akteve të protestuesve. Denoj me forcën më të madhe dhe u siguroj se forcë në botë që të mposhtë kryengritjen tonë paqësore nuk ka. Këto janë protestat, kjo është kryengritje paqësore që ka si mision përmbysjen e narkoregjimit të Edi Ramës. Ky mision është misioni i Partisë Demokratike, por edhe i forcave tjera politike opozitare, i shoqërisë civile, i grupeve tjera të interesit, për të cilat do bëjmë gjithçka të bashkohemi në një front të përbashkët për t'i dhënë shtytjen përfundimtare këtij regjimi. Por një gjë është e sigurt që kjo kryengritje nuk ka të ndalur. Në protestën e saj të mbrëmshme, demokratët ju rikthyen fjalimeve dhe mesazheve politike. Nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, Berisha kërkoi që qytetarët të bashkohen kundër qeverisë, duke nënvizuar se rotacioni politik nuk vjen as nga drejtësia, as nga ndërkombëtarët, por vetëm nga qytetarët. A ka pak kënaqësi midis shqiptarëve? Po, ka pak kënaqësi dhe të madhe shumë. A janë çmimet e naftës në Shqipëri më të lartat në Europë? Po, ato janë ndër më të lartat në Europë dhe në botë. A janë rrogat e qytetarëve shqiptar më të ultat në rajon? Po, ato janë sot rroga dhe pensione më të ulta në rajonin tonë. A është taksa e Ramës mbi litrin e naftës në Shqipëri taksa më e lartë në botë? Po, dhe këtë askush nuk e don, por askush nuk e mohon. Atëherë përgjigjja është ajo që opozita e ka ngritur në mënyrë të përsëritur vitet e fundit, dhe që banalistët, kriptoramistët e fshehin nga ju, e fshehin nga shqiptarë. Shkaku i asaj proteste është frika të cilën ka ngulur gjerë në palcë të shqiptarëve. Njerëzit nga Afrika nuk guxuan të dalin në protesta për të mbrojtur interesat e tyre. Edi Rama me sistemin e patronazhistëve, me presionin mbi punojësit dhe familjet e tyre,
me arrestim në 10 mijëra qytetarëve për faturat e dritave dhe të ujit, me diferencimin politik të tipit të një pushtuesi, me propagandën e tij toksike që shpërndahet nga mediat kryesore të kontrolluara prej tij, ka instaluar një lloj si etrit e tij të mëparshëm frikën tek shqiptarët. Ne mblidhemi këtu në këtë protestë madhështore si shpresë vetme për shpëtimin e Shqipërisë nga narkoshteti Edi Rams, i bazuar në krimin, drogen dhe vjedhjen e shqiptarëve. Që ne jemi shpresë vetme për Shqipërinë, sot është me qartë se kur, për çdo shqiptar, për miqtë e Shqipërisë në botë, të cilë duan që ky vend të dalë sa më parë nga kjo lëngate keqe që po e shkreton dhe shkatron trupin e saj. Duhet të jetë e qartë se kjo formulë është kërmëritja paqësore që ndrueshme gjerë në qeveri teknike dhe zgjedhjet lira. Dhe sot, përpara historisë, përpara fëmijëve tanë, përpara ndërgjegjes sonë, se cili prej nesh duhet të bëj zgjidhjen e tij. Do zgjedhim frikën apo do zgjedhim lirinë? Do zgjedhim heshtjen apo do ngrem zërin ton? Do zgjedhim kapitulimin apo kryegritjen paqësore dhe triumfin? Shqipëria nuk shpëtohet nga një njeri vetëm, as dhe nga një forcë vetme politike. Nuk shpëtohet as dhe nga miqtë tanë ndërkombëtar. Shqipërinë e shpëton vetëm bashkimi i të gjitha partive politike opozitare, shoqërisë civile, intelektualve dhe të gjithë faktorëve që besojnë se votë e lirë është vendimtare për të ardhmen e shqiptarëve dhe Shqipërisë. Banorët e pallatit që u përfshi nga flakët kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Gjatë një takimi me zëvendës kryeministrin Albana Koçiu, ato deklaruan se bashkia nuk është interesuar për strehimin e tyre, ndërsa zonjë Koçiu deklaroi se shtëpitë e tyre do të riparohen nga firma ndërtuese. Kanë mbetur vetëm e rrobat e trupit asaj pasditeje teksa përpiqeshin të shpëtonin mes flakëve. Për fat nuk pati humbje jete, por gjithçka tjetër, thon banorët e pallatit të djegur, është shkrumbuar nga zjarri që u përfshiu shtëpit. Këto ditë janë endur në Tiranë, sa tek një afërm tek tjetri, ndërsa shtetin dhe veçanërisht bashkinë e kanë ndjerë më larg se kurrë. Ku keni qëndruar këtë ditë? Këtë ditë për të afërm, siç na sugjeroi dhe prefekti i Tiranës, që unë mendoj që pas asaj deklarata ai duhet kishte dhënë dorëheqjen, dali si përfaqësuesi i shtetit dhe thotë se shqiptarët nuk kanë merak se të rinë në përkushëri, kjo është e pafalshme. Me vështirësira, duke fjetur një natë andej, një natë këtej, dhe këto 2 net duken si 2 vjet, jo 2 net. Ko që bashkia ka deklaruar që do të ofrojë strehim. Edhe pse kanë thënë që kanë sjellë përfaqësuesit e vet, asnjë përfaqësues nuk ka ardhur këtu, ne vim çdo ditë takohemi me njëri tjetrin, asnjë lëvizje. Kam frikë se do ndodhej si gjithçka që ndodh në Shqipëri, që çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Rreth mesditës, zëvendës kryeministri Albana Koçiu është takuar me banorët e dëmtuar të pallatit në prani edhe të përfaqësuesve të firmës. Numri 2 i qeverisë premtoi nisjen e rindërtimit nga firma sapo të përfundojnë hetimet. Na ka dhënë një mësim që do duhet ta reflektojmë në masa konkrete. Por, ajo që ka rëndësi është që, ashtu si që deklaroi kryeministri, firma e ndërtimit merr përsipër për t'i rikthyer të gjithë apartamentet dhe të gjithë godinat apo hyrjet e dëmtuara në gjendjen në të cilën ju i keni blerë. Bashkia e Tiranës nga ana tjetër ka aktivizuar instrumentat e saj. Janë një bonus i qiras, apo një akomodim nëse do pranohet nga ju, apo bonus qiraje, dhe në ndërkohë
edhe instrumentin e emergjencave civile që je përgjigje asaj pyetje së orendive, ku do të bëhen vlerësimet e dëmeve për orenditë e brendshme dhe do të bëhen patjetër edhe dëmshpërblimet përkatëse. Albana Koçi u kujdes të mos jap afate, por i siguroi banorët se do të kthehen në shtëpitë e rindërtuara. Nga ana tjetër, qytetarët e dëmtuar e vunë në dieni se askush nga bashkia nuk është interesuar për strehimin e tyre. Ne do të bëjmë përpjekjet tona maksimale që grupi hetimit të dalin në përfundime sa më shpejt të jetë e mundur. Por nuk të them dot unë brenda ditës do ta mbyllin sepse është çështje teknike e tyre, prandaj nuk të jap afat dot, se nesër do më thuash më thej një ditë shkuan 2 ditë. Patjetër në kohën më të shpejtë të mundshme të gjithë institucionet janë në këmbë dhe do të bëjnë maksimumin për të bërë çdo gjë në kohë rekord. Prej 3 ditësh, banorët enden rreth pallatit me shpresën se çështja e tyre nuk do të harrohet si shumë të tjera. Ndërsa hyrja në godinën e djegur është ndaluar, derisa ekspertiza të dalë në një përfundim në lidhje me shkaqjet e zjarrit dhe nivelin e dëmeve në objekt. Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë çmimin e naftës duke çuar në 197 lekë për litër. Edhe çmimi i benzinës ka pësuar ulje pasi do të shitet me 172 lekë për litër. Çmimet e reja të hidrokarbureve do të hyjnë në fuqi prej orës 10:30 të ditës së sotme. Ky vendim vjen në një kohë kur në bursa ndërkombëtare çmimi i naftës vijon të luhatet, por duke mbetur gjithsesi poshtë nivelit të $100 për fuqi. Çmimet e caktuara nga bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të tij. Në një treg pa rregulla ku çmimi vendoset sipas oreksit të 1 apo 2 personave në pikat e grumbullimit dhe ku shteti është inekzistent, fermerët e produkteve bujqësore janë të destinuar të mos nxjerrin dot as shpenzimet e punës së tyre. Një gjë e tillë po ndodhet e fermerëve të trangujve në Roskovec. Pavarësisht premtimeve dhe strategjive që trumbentohen në mbështetje të bujqësisë, realiteti në Ara dhe Sera është krejt tjetër. Fermerët që kultivojnë trangullin në zonën e Roskovecit, sapo kanë filluar vjelet e stinës, janë përballur me një ulje të menjëhershme dhe të ndjeshme të çmimit nga pikat e grumbullimit. Vetë fermerët tregojnë se me këto çmime nuk kanë interes as për ta vjel. Kastravecit po ikin me 200 lekë. Nuk ka leverdi, nuk ka 200 lekë, nuk ka leverdi ta vjelësh. Kastraveci në Tiranë është 1500-2000 lekë. Më thënë 100 kilometra rrugë, tu 200 aty 1500. Dhe s'kemi leverdi ta vjelim me. Do ta lëm. Po më ka do negocim, më ta thon po deshe bjerë lere, shkarkoj ik, po deshe mos e bjerë. Ai është në prodhim sipër me 200 lekë, nuk ka leverdis as ta vjelësh, se s'del dhe ajo dita punëtorit, dita jote dhe ti hellësh ushqim nuk asnjë leverdi. Kastraveci 200 lekë vajte. Nesër mund të veja 100 lekë pa. Ja. Erdojnë ato. Sa kaq në tregjet e fruta perimeve, trangulli tregtohet minimalisht me 120 lekë të reja dhe situata që përsëritet vit pas viti, po detyron fermerët të braktisin sipërmarrjet e tyre. Shqipëria do braktisat, tërë të rinë do ikin, se unë kam 2 çuna, një andej dhe tjetër është gati, kështu që çfarë do rri këtu, ku s'punon, ku s'mja. Këtu është unë smart do ditën e punës, se unë punoj 3 veta këtu si shtëpi, unë smart me 200 lekë, unë smart do ditën e punës këtu. Të punoj më mirë të vetë të punoj me ditë pune. Kosova dhe Shqipëria do të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe do të prodhojnë bashkarisht armë. Këtë e tha ministrat e mbrojtjes së të dyja vendeve pas një takimi në Prishtinë. Ministri shqiptar Nufi siguroi homologun maqedonësi se kishte marrë garanci nga NATO dhe Brukseli se nuk do të kenë ndryshime në misionin e KFOR-it. Kosova dhe Shqipëria do të thellojnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, përfshirë bashkëprodhimin dhe blerjet e përbashkëta të pajisjeve ushtarake. Këtë e thanë ministrat e mbrojtjes të të dyja vendeve, Ermal Nufi dhe Jup Maqedonsi, pas një takimi të zhvilluar në Prishtinë. Diskutuam edhe mundësitë e thellimit të bashkëpunimit të në fusha tjera, duke përfshirë industrinë e mbrojtjes, një sektor jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për kohët kur po jetojmë. Ne, siç e dini, kemi bërë tashmë një kontratë për një fabrikë për prodhimin e municioneve. Jemi gjithashtu në koordinim me partnerët tjerë për çështjen e bashkëprodhimit. Qeveria e Kosovës ka thënë më herët se fabrika do të ndërtohet në Jahoc të Gjakovës.
ndërsa prodhimi i parë pritet të dalë në fund të vitit 2026. Ndërkohë ministri i mbrojtjes në Shqipëri Ermal Nufi rikonfirmoi zotimin se Shqipëria do të qëndrojë krah për krah Kosovës, ndërsa siguroi homologun se nga Brukseli dhe NATO ka marrë garancinë se nuk do të ketë ndryshim për planet e KFOR-it në Kosovë. Shqipëria ka ngritur shqetësimin e përgjithshëm të sigurisë në rajon, veçanërisht sigurisë në Kosovë. Kemi shprehur shqetësimet tona në raport me situatën e sigurisë dhe e theksu që situata e sigurisë në Kosovë është e drejtë situata e sigurisë për Republikën e Shqipërisë. Dhe çdo zhvillim, çdo implikim i mundshëm në Kosovë pas sjell një shqetësim patjetër në Republikën e Shqipërisë sa për sigurisë. Në të dy takimet si me zotin Rudë si me zotin Dragona u konfirmua që nuk ka një ndryshim, paktën deri sot, të planeve të sigurisë të KFOR-it, për sa i përket angazhimit të KFOR-it në Republikën e Kosovës. Nufi po ashtu u pyet nëse ka ngritur shqetësime në NATO për armatosjen e Serbisë me armë kineze. Çështja e armatimit Republika e Serbisë i vendos vetë. Çështjet e armatimit apo jo, apo se si ajo i konsideron çështjet e sigurisë saj, si ka doktrinat ushtarake në raport me sigurinë. 2 ditë më parë presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Serbia do të blejë armatime të reja, pasi gjëja po përballet me trysni nga shtetet fqinje. Kuvendi i Kosovës miratoi kërkesën e qeverisë për angazhimin e ushtrisë në lindjen e mesme. Pjesëtarët e forcave të sigurisë së Kosovës do të dërgohen në një operacion ndërkombëtar paqeruajtës në Gaza, në kuadër të forcës ndërkombëtare të stabilizimit. Forca e sigurisë së Kosovës do të jetë pjesë e përpjekjeve globale për paqe në Gaza. Kuvendi i Kosovës miratoi me 89 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim vendimin e qeverisë që ushtarakët kosovar t'i bashkohen komandës së unifikuar të forcës ndërkombëtare të stabilizimit. Misioni i tyre kryesor do të jetë mbështetja dhe zbatimi i planit të gjithëpërfshirës për t'i dhënë fund konfliktit disa mujor në këtë zonë. Ndonë se numri trupave mund të ndryshojë në të ardhmen, bazuar në nevojat e aleatëve dhe kapacitetet e FSK-s, në këtë fazë të parë Kosova do të dërgojë 22 pjesëtar të FSK-s. Kostoja financiare për mbulimin e këtij operacioni do të përballohet tërësisht nga buxheti i Republikës së Kosovës. Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë adresuar të gjitha çështjet që ndërlidhen me pjesën përgatitore të dërgimit të kontingjentit, duke përfshirë përgatitjen e personelit, mosat e sigurisë, rregullat e angazhimit, çështjet e sigurimit shëndetësor dhe sigurimit të jetës, pagesat për rrezikshmëri, si dhe mbështetjen financiare bazuar në ligjet dhe rregulloret. Për sa i përket kohëzgjatjes, misioni nuk ka një datë të caktuar përfundimi. Ai do të mbetet në fuqi derisa të ketë një vendim tjetër nga Bordi i Paqes, duke u bazuar vazhdimisht në kushtet e sigurisë në terren. Megjithse ende mbetet e papërcaktuar data e saktë e dislokimit të trupave të FSK-s, vendimi pritet të hyjë në fuqi pas nënshkrimit nga ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Haxhiu. Ky vendim forcon edhe më tej profilin ndërkombëtar të shtetit tonë, afirmon profesionalizmin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe vendos Republikën tonë në radhën e shteteve që jo vetëm përfitojnë nga siguria ndërkombëtare, por dhe kontribuojnë aktivisht në ruajtjen e paqes dhe rendit ndërkombëtar. Operacioni do të kryhet në përputhje të plot me kartën e OKB-s dhe të drejtën ndërkombëtare humanitare. Vendimi specifikon qartë se shteti i Kosovës ruan jurisdiksionin ekzekutiv mbi personelin e saj. Asnjë ushtar i FSK-s nuk mund t'i dorëzohet apo t'i vihet në dispozicion asnjë tribunali apo gjykate ndërkombëtare pa pëlqimin e shprehur të institucioneve të Kosovës. Gjatë gjithë qëndrimit në Gaza, ushtarët e FSK-s do të veprojnë në rregullat e angazhimit të forcës ndërkombëtare, por pa shkelur kufizimet kombëtare të përcaktuara nga shteti i Kosovës. Irani ka bërë lëvizjen e parë pas arritjes së një armë pushimi në Liban. Ministri i Jashtëm i Iranit ka njoftuar hapjen totale të ngushticës së Hormuzit. Kjo lëvizje ka sjellë menjëherë reagimin e presidentit amerikan Donald Trump, i cili me anë të një mesazhi ka falendëruar Teheranin. Ndërkohë bëhet e ditur se bisedimet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara pritet të fillojnë të dielen në Pakistan. Armëpushimi midis Izraelit dhe Hezbollah në Liban ka sjellë frytet e para. Irani ka njoftuar hapjen totale të ngushticës së Hormuzit.
ishte ministri i jashtëm i Iranit, i cili ka bërë me dije një gjë të tillë. Sipas diplomatit iranian Nabaz Arakçi, ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur deri në përfundimin e pushimit javënardhshëm. Në përputhje me armëpushimin në Liban, kalimi për të gjitha anijet tregtare përmes ngushticës së Hormuzit shpallet plotësisht i hapur për periudhën e mbetur të armëpushimit në rrugën e koordinuar siç është njoftuar tashmë nga organizata Portale dhe Detare e Republikës Islamike të Iranit. Me njëherë ka ardhur reagimi i presidentit amerikan Donald Trump, i cili me anë të postimit në Truth Social falenderoi Iranin. Irani sapo njoftoi se ngushtica e Hormuzit është plotësisht e hapur dhe gati për tranzit. Faleminderit, shkoi Trump në Truth Social. Hapja e ngushticës së Hormuzit vjen pasi Shtetet e Bashkuara vendosin një blokadë detare në portet iraniane në përgjigje të mbylljes efektive nga Irani të rrugës ujore. Kreu i komandës qendrore të Shëbas thatë mërkurën se bllokada ishte zbatuar plotësisht. Të njëjtën, një cisternë me flamur pakistanez doli nga gjeri i Hormuzit përmes ngushticës, sipas të dhënave të trafikut detar të shqyrtuar nga CNN. Ndërkohë bëhet e ditur se raundi i ardhshëm i bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në Pakistan pritet me shumë mundësi të mbajë të dielën. Shtetet e Bashkuara dhe Irani po negociojnë një plan trefaqesh për të dhënë fund luftës, i cili përfshin ndër të tjera dhënien nga Shëbat të 20 miliardë dollarëve nga fondet e ngrira iraniane në këmbim të heqjes dorë nga Teherani nga rezervat e tij të uraniumit të pasuruar. Ndërkohë menjëherë, pas njoftimit të hapjes së ngushticës së Hormuzit, çmimet e naftës ranë me më shumë se 8%. Duke mi ardhur në fund të fleshit informativ, për të rrjedhur në fundin na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë, mirupafshim.